Në rrugën Nën Tereza në Istok, në afërsi të tregut të gjelbër, zyrtarët policor të cilit ishin në detyrë kanë vënë re një automjet të dyshimt. Policia ka kërkuar nga 2 pasagerët që të dalin nga vetura për një kontroll rutinë. Njëri nga pasagerët ka dalë nga automjeti dhe ka tentuar të largohet nga vendi i ngjarjes. Pas disa minutash, ai ka nxjerrë një armë dhe ka drejtuar drejt policisë. Autoritetet kanë përdorur metodat e nevojshme për të neutralizuar situatën dhe për të arritur arrestimin e të dyshuarve. Gjatë procesit të arrestimit, një nga oficerët ka posuar lëndime dhe është duke marrë ndihmën e nevojshme mjekësore në qendrën klinike të mjekësisë familjare në Istok. Vozitësi i automjetit gjithashtu është arrestuar, ndërkohë që nuk ka pasur shkrepje armë gjatë operacionit.